Ishin shqiptari, greku dhe italiani emigrant dhe punonin në ndërtim. Një ditë, duke ngrënë drekën në skel mbi 100 kate lartësi, hapin bukët e tyre. Italiani sheh që gruaja i kishte futur përsëri makarona dhe thotë: "Nëse më fut sërish makarona nesër, unë do hidhem nga lartësia." E njëjta gjë ndodh me grekun. "Nëse më fut përsëri sufllaqe, do hidhem edhe unë." Shqiptari i bashkohet: "Nëse edhe unë kam të njëjtin ushqim nesër, do hidhem." Të nesërmen vjen ora e drekës. Italiani hap bukën, sheh makaronat dhe hidhet. Greku sheh sufllaqen dhe hidhet edhe ai. Shqiptari e hap bukën, sheh të njëjtin ushqim dhe hidhet gjithashtu. Në ceremoninë e varrimit, gratë e tyre qanin. Gruaja e italianit mes lotëve thotë: "Po pse nuk më the që të ta ndërroja ushqimin?" Edhe gruaja e grekut: "Edhe unë do ta kisha ndryshuar po të më kishe treguar." Ndërsa gruaja e shqiptarit duke qarë thotë: "Po ti, mor burr, përderisa e bëje bukën vetë, pse nuk e ndërrove ushqimin?"